Pozitës, ndërkaq sa i përket të partnerëve tuaj të koalicionit, pra që karuat bashkë në zgjedhje nismës, a e shihni si të mundshme kështu një bashkëpunim mes vetëvendosjes dhe nismës për të bërë qeverinë e re? Unë e kam thënë nga fillimi që pozicionin e tij zoti Limaj duhet ta qartësojë vetë. Ai e ka një obligim, le të themi, ndaj AK-s, sepse kemi garuar bashkë në një listë të përbashkët, pavarësisht se jemi dy parti të ndryshme, që së pari me një fjalë të ulet me aleancën, ta bisedoj shtruar dhe thellësisht pozicionin e vet, dhe pastaj të vazhdoj rrugtimin e tij ose jo, do thotë në strategjitë të cilat i ka parapo. Ne nuk e shohim të logjikshëm një koalicion të tillë, nuk besoj se ka qenë ndonjë zë më kritik dhe më i ashpër ndaj qeverisë Kurti. Nuk besoj që do ta kuptoj as elektorati i nismës, se lërë më qytetari që zoti Limaj të bëj këto, le të themi, akrobaci politike, të cilat nuk përputhen më me kohën, sepse ndonjëherë qytetari edhe i ka pranuar, po sot politizimi është më i thellë tek qytetarët, dhe ata presin që njerëzit të mbajnë sadokudo premtimet e veta ose vijat e veta politike, të cilat i kanë hedhur përgjatë fushatës apo përgjatë gjithë karrierës së tyre politike,